Në orat e hershme të mëngjesit, besimtar të shumt janë mbledhur në xhamin Sultan Mehmet Fati për të falur namazin e Fitr Bajramit. Kështu duke shënuar përfundimin e muajit Ramazan. Në një atmosferë të mbushur me përkushtim, qetësi shpirtërore dhe vllazëri, xhamia ishte stërmbushur me besimtar të gjitha moshave, aq sa dhe obori përreth ishte i mbushur plot, duke reflektuar interesimin dhe përkushtimin e madh për këtë ditë të shënuar. Mesazhet e Bajramit u përquan me theks të veçantë në paqen, solidaritetin dhe kujdesin ndaj njëri-tjetrit, duke rikujtuar rëndësinë e ruajtjes së vlerave fetare dhe njerëzore edhe pas përfundimit të Ramazanit. Unë për festën e Fitr Bajramit po njihna shumë mirë, elhamdulillah për Zotit, që na i boni Zotit më shumë me kry këtë mujt rahmetit, të bereqetit me të mira e Allahit tona. Inshallah, Allahi na i bashkon këto zemra tona, se vallahi diqysh mos më duket më mirë. U kalu shumë mirë, inshallah pritëm tjetër herë edhe ma mirë, inshallah Kosova bëhet edhe ma mirë diçka. Të politikat pak letë bëhen më të mëshëm. Çka në të bëha, e jetë të ditë ajo. Porosia jeme është haxhi jam, nga Medvegja jam, që letë bashkohen vllaznia. E mos qarkajse se s'bon më larguar, se na jemi vllazni krejt. Pas kryerjes obligimeve të cilat dalin nga muaji bekor i Ramazanit, sot po e festojmë festën e Fitr Bajramit, festë e gëzimit, festë e sakrificës dhe festë e solidaritetit, pra festë e vizitave të ndërsjella, po ashtu festë e solidaritetit me të varfërit, me ata të cilët kanë përcjell për atë dheun, pra për vatanin ton, që kanë dhënë më të dashur detyre, duhet pra t'i përkujtojmë edhe ata, veç mas familjet e dëshmorëve. Jam i lumtur, i gëzuar, plot harmoni, hare, edhe personalisht të gjithë botës islame, anë e mban globit e roj këtë fest të madhe të Fitr Bajramit. Këtë mbretëroj harmonia, solidariteti, bamirësia, paqja, dashuria mes njerëzve, afrimi mes kombeve, të kemi bashkëpunim mes veti, tolerancë, bashkëjetesë, të kuptohemi mes veti, të punojmë së bashku, të krijojmë gjëra të përbashkëta, gjëra me vlera universale, ta çojmë përpara njerëzimin. Mirë është, veç ja urojna gjithë muslimanëve festën e Bajramit, inshallah Allah ja ka prua agjerimi kush ka mujt me agjerue. Ja, urojm është me përshëndet një në tjetër me vizitu sa ma shumë. Jem të lumtur që kemë pas mundësi ta shijojmë këtë Bajram, ta agjerojmë këtë muaj të shenjtë Ramazanit. Në këtë botë kisha dashur gjithë popujve të botës që uroj shëndet, paqe, lumturi, mos të ketë përçarje mes asnjë feje, asnjë populli, të mbizotëroj paqja. Pas faljes së namazit, besimtarët shkëmbyen urime për festën, duke ndarë momente gëzimi e afërsie në oborrin e xhamisë.